bërë rahat fare, si me thënë, këtë pjesën e kësaj. Në këtë kuptim, Geron Meçe bëri atë çarje të sistemit që këta kishin qepur në një farë mënyre dhe ekspozoi dhe këta njerëzit e KPP-s, të cilët kanë qenë gjithashtu pjesë e kompromentimit të strukturës dhe skemës së Akshit, të Ergyll Sagasit konkretisht. Se mjafton kapësh 2 nga ata, 1 ose 2. Pjesa tjetër s'ka nevojë, është zbërthyer pastaj. Që në këtë kontekst, zotëria në fjalë, mjafton të hetohet, biles unë jo në të kundërt, po do merja prap një shkëputje të elementeve që përmendi Xhevi. Shumë mirë që ka patur një implikim të gjerë të punonjësve, sepse ata punonjësi do flasin sot. Sepse nuk kanë ata kosto që të bëjmë burgun e milionave të euro. Ata e kanë thënë më vërtetë që s'kam qenë herë, ma ka dhënë filani, ata janë njerëz familjar që kanë shku për të marrë rrogë dhe i kanë imponu me një mënyrë ose me një tjetër, ose janë vetë imponuar përballë faktit të humbë vend e punës po se firmosa ose po se bëra këtë, por ata sot janë gatshëm që të deklarojnë çdo gjë, sepse nuk kanë ndërmend që t'i lënë fëmijët të rrugëve të bëjnë burg për Ergyll Sagasin, verën e Gysit edhe saltanetet e Ermalit, edhe Gzim Hoxhës, edhe Andis Papës, e kush janë këta tjerë. Kjo nuk shkon, apo jo? Nuk është fair. Kështu që ata janë pikërisht, si me thënë, sklevrit, nëse do t'i quaj kështu jo në mënyrë pejorative, që do fundosin bujkërobrit e tyre. Pra, ata do i fundosin këta. Do shkojnë ata në prokurori dhe në qoftë se prokuroria do t'i hyjë thellësisht dhe unë besoj se nuk do neglizhoj këtë gjë, se ne nuk do ta lejmë që ta neglizhojë prokuroria. E kemi mbajt gjallë për 4 muaj, do vazhdojmë ta mbajmë gjallë derisa kësaj çështje, se unë mendoj që skandali i Akshit është skandali i skandaleve në Shqipëri. Janë marrë miliona euro vetëm duke qarkullu letra. Gati me inceneratorët, po këta janë në shkallë le të themi, komplikimi më të madh, se inceneratori është brillant fare, pastaj që ti merr para dhe nuk ka ndërtim fare. Diçka të bësh me para, ti shpërndaj. Praktikisht Netflixi do kishte një material të jashtëzakonshëm për të bërë një dokumentar gjatë o një cikël televiziv, telenovele me këtë histori ku fillojmë nga gangsterët, nga barbonët, nga njerëzit me nivel shumë të lartë të inteligjencë që i bashkëveprojnë bashkë në një veprimtari korruptive. Se këtu futen nga njerëzit më banal, pra nga ato të shkopave të bejsbollit, nga më idiotët e mundshëm, që s'kan as nuk i funksionon arsyeja, tek njerëz që janë pas një taban sipërmarrje siç është Ergyll Sagazi, që isha askush e u bë njeriu më i fuqishëm.